Seanca plenare e kësaj të entjeje nisi dhe u mbyll me përplasje me socialistëve dhe demokratëve, raportet e veprimtarive të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike, Entit Rregullator të Energjisë dhe Komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale u miratuan me 76 vota pro, por pa ju nënshtruar debatit. Vrasja në gjykatën e apelit mori kohën më të madhe të punimeve të kuvendit, pasi demokratët u përplasën me ministrin e brendshme duke i kërkuar asaj dorëheqjen. Tani besoj është shumë e qartë për gjithë se kush është nxitësi i gjuhës së urrëties, kush ka qenë nxitësi dhe bullizuesi më i madh i gjuhës që përdoret këtu nga mëngjesi deri në darkë, dhe kush është nxitësi dhe urrëtësi dhe njeriu më i përshtirë që mund të ekzistojë në gjithë këtë politikë parlamentare. Jo, është shumë e qartë. Tani meqense ju dëgjova gjithëve dhe keni merakun e njoftimit tim publik. Tani ju sqaroj edhe një herë, gjuha e përdorur duke më etiketuar si kur kam gënjur dhe mashtruar është totalisht në shkelje të gjithë përgjegjësisë që ka policia e shtetit, të gjithë përgjegjësisë që kryejnë institucionet publike. Ju e dini fare mirë se një pjesë e juaja janë jurist këtu dhe e din shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polici i shtetit, sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore dhe kësaj qëndroi nga mëngjesi deri në darkë. Mjafton të shikoni të gjithë bazën ligjore që ky kuvend e ka miratuar që në vitin 2016 dhe po patjetër si produkt i reformës në drejtësi, asaj reforme që po shumë e suksesshme, ka prodhuar sot rezultate konkrete, pavarësisht se jam e bindur që nuk i pëlqen deputetëve të opozitës, patjetër nuk i pëlqen, se është duke treguar përgjegjësi në çdo vendimarrje që është duke kryer, por produkti kësaj reforme janë dhe ndarjet e qarta të përgjegjësisë ndaj secilit institucion. Përgjegjës e për vrasjen nuk jam unë, jeni ju nga mëngjesi deri në darkë me këtë gjuhë që përdorni. Dhe më vjen keq se gjithë qytetarët arrin ta kuptojnë këtë, është e kotë që më tregon me gisht, nuk më intimidon duke më treguar me gisht. Unë jam një grua në detyrë dhe duke përdorur këtë gjuhë, ja ku e keni dëshminë e qartë që kjo gjuhë juaja ka krijuar të gjithë së ngarkesë politike. Mos e politizo edhe një herë zoti Noka, mos e politizo situatën, je duke bërë politikë dhe duke drejtuar gishtin institucioneve. Zoti Noka, vërejtje sipas nenit 64 rregullores. Turp të kesh ti nga mëngjesi deri në darkë, sepse me kaq vite sa ke në këtë kuvend do duhet ta kishe ndryshuar narrativën politike dhe sot nuk do kishe prodhuar të tilla situata. Po flasim për një ministre të brendshme që aktin e saj të parë në zyrë e ka shkarkimin e zëvendësministrit se piu duan. Dhe e njëjta ministre e brendshme refuzon sot një fjalë për gjyqtarin, po për procedurë kam. Për procedurë kam, për gjuhën e saj. E njëjta ministre e brendshme refuzon të mbaj përgjegjësi për vrasjen e një gjyqtari në sallë gjyqit, e pa dëgjuar në botë. Ku e keni parë ndosë? Sa po gënjeu prap? Sa nëse do kishte përgjegjësi një polici i shtetit, do të kishte patur arrestim. Ditën e djeshme i ka parë lajmet apo jo? Që është arrestuar polici Roja aty. Sepse ka qenë përgjegjës për kontrollin e gjithë qytetarëve që hynin brenda. Sërish ka gënjur. Dhe ndërkohë, me që janë të dy bashkë, se për procedurën, në fillim shparë, fjallori është krejt në rregull. Ku është fjallori me probleme ti? Ke e vërteta? Ku është fjallori me probleme? Dhe e nisët me një ndjesë për atë tentativë që bët për glorifikimin dhe rehabilitimin e figurës së Enver Hoxhës, që në fakt mishëron më së miri kulturën politike të njeriu të ri rilindas, që e mishëruan këta pak më parë që folën me në krye ministrin e drejtësisë, një militant që ishte era e parë që u dha mundësia të fliste në këtë sallë dhe e pat qasjen e tij, sjelljen e tij, kërcitjen e dhëmbëve dhe presionin që ushtronte. Njeriu i ri rilindas mishërohet më së miri ke këta, pa bosht, pa kujtesë, pa kundërshti, pa kulturë, pa memorie. Çështja e pasigurisë në gjykata u diskutua edhe në mbledhjen e gjyqtarëve, të cilët kërkuan nga vendimarrësit të shtojnë masat e kontrollit dhe të mbrojtjes së trupës gjyqësore.